Zoti Korreqi, ti flet pa të klip, po ka një problem. Ja, ka një problem të rëndësish. Në fillim thane e fut grida. Unë nda me gridën, a nuk është ndarë, nuk e di mirë të punë. Ja futën në Edi Ramës. Po prit më, e fut grida, them. Në fillim e manipulon grida. Pastaj e futën në Suelqes, pastaj ja futën në... Kur nuk ngjiti kjo me Edi Ramën, ja futën Suelqeles. Pas Suelqeles ja futën Agasi. Gjys Agasi, se ky është Bin Ladeni tanishëm. Tani, është kështu Saliani, pastaj Saliani vetë preshtua. Ke dëgjuar ti këtë frazë? Jo, ku e dëgjoj një kundi? Se tani ti je njeri që thua gjithë vërteta, thua gjithë vërteta. Por me kam gjurën këtë frazë. Po si u vetë preshtua tani, si u vetë preshtua. Tani, si vetë preshtua njeriu tani se nuk e kuptoj. A mund të ma thuash, të ma spjegosh këtë... Kësë një fjali për berë, që quhet kjo? Fjallë. Unë asë nuk jam një gjullë dërsi, po të them dhe një tjetër unë, se përjashtuar, se su përjashtuar unë... Vetë përjashtuar, që quhet se ti kupton? Fjallë për berë, një fjallë për berë, dy fjallë. U vetë përjashtimet unë... Të fjallë quhet? Të fjallë, përshimë, po të thosh angleze, këtë të fjallë kështu, nuk ta kuptojnë fare, se si mund të vetë përjashtohet njeriu, ose francezve, ose Allah, tani, ja si tua, ti si e kuptoni, apo ma thuaj troq, të lutem shumë, si e kupton këtë vetë preshtë? Unë se kuptoj do të fare, me që ti jemi si qërë të kjo pjesë, se cili ka zgjedhur rrugë, sepse nuk kuptoj dhe vendimin, që në qofë se do të kishtë në një, në qofë se mendon që i ka dërguar një dokumentacion dhe, ka gjithë drejtën e Zotit në vendimit të ankimohet, por të kjo pjesë nuk duhet të merrem shumë me vetë përjashtime, sepse si fjalës, si koncept, unë nuk e qelloj dot te nga fshati im. Por ama ditë them këtë, që mënyra se si është bërë hidhje pritje në distancë mediatikisht, ka i gjesh që nuk shkon. Dhe kjo më tepër më ka shqetësuar, jo se nuk duhet i vë epitet, as nuk duhet i vë Samari Ervinit, me të drejtën, por që them e drejtë mua kur kam qenë kundër Sali Berishës s'ka penguar njëri ty në PD. Besom edhe kur hyri doktore, ty ta parkoj makinën tike me Terezi, edhe as mos ta çaj kokën fare, ta them me sinqeritet madh dhe nuk shikoj që një mik dhe shoku, jo mos të vjen aty edhe të na i thosh edhe të ziheshim aty. Në kohën e Lul Bashës, Ervini ka thyr gotën aty. Ose gridën, sa. Jo. Ja ka përplasën gotë. Shokut Luli. Tashti, pse mos të vjen të bëjnë këto diskutime qoftë dhe të forta brenda asaj partie? Por duhet me patjetër që kjo partia jon duhet të jetë kaq e shturë, duhet të dalin gjithë palarat e shesh. Por nuk ka shtëpi që nuk zihet se zi me gratë tona dhe me plakën zi për natën. Jo, i kanë zirë në shesh, i kanë zirë Fatostan, më kanë zirë më shumë, Ma besoj një gjë, nuk del as një argument më burri dheut nga Partia Socialiste që do lloj mbledhje, që do lloj debat. Tani është kyç. Ne pa dal nga dera dalin kështu. Ata s'janë parti më fare, ata. Ata kanë probleme serioze vëlla, aty është vetëm dhe kaq. Alternativa juaj. Nëse më thon, ju tani mo ju që të zoni atë. Nëse më lejoni ti vë një kapak, të lutem. Nëse do doja unë të ishte me shumë kandidat, po. Sepse realisht unë do doja edhe 50 veta të futeshin, pavarësisht se disa do futeshin dhe kot kështu sa për në emra apo ku. Dhe kjo do një lloj barriere. Kujtohet ty sa ka futur Partia Demokratike kandidat. Doktori ka futur atë. Po dakord pra. Edhe për tu promovuar edhe që ti për të vesh. Që doktori ishte gjithë më. Doktori dhe drama. Gjithë ata që kanë kandiduar më atë pas humbjes janë zima atë, sipas kanë qenë fallco. Po ju dhe ma gjodhe një dhe këtë fundit. Po mi përmend. Ata që përmendë ti. Po mi përmend. Po ata që përmendë Eduardi, Tritani, ku pastaj prap hapën Gens Polo, gjithë kanë ikur dhe kanë ardhur në këtë parti. Tritani ka ikur. Po nuk ikën që patën, por në 90 Po dërë. Po ti. Ore të gjithë ikin ata. Po ti mund thosh të Gens Polon dhe këta. O ata ikin 5 ditë dhe kthehen prapë në zotri. Ti po flet mua gjë. Ore. Edhe neve u po. Edhe ti mund të ikësh 5 ditë, ku ti? Nuk e dim se ti je i ri tani. Ti mund të largohesh disa muaj në partinë e Agronit dhe të kthehesh. Jo, nuk iki fare. Jo, fare. Ja i vetëm që kam partinë time kam zgjedh. Kurse kjo këtu që po të them unë është kështu. Ti edhe në 2021 se u regjistrua kjo se po nuk kam se për shembull larg qoftë po iku doktori, ti mund të ikësh.
Këta që po presin, se ti nuk e di që mund të ndodhë aty. Këta që po presin, se aty po presin ti doktori. Lemo jo, këto janë teza që i ke ti, këto janë tezat e tuja. Këto s'janë pyetje, këto janë tezat e tuja që i edhe ti në treg. Unë po të pyes për teza. Jo, për teza ime është kjo, pra. Jo, më jo, teza, kush është qesharake? Ti gjitha që po thua. Jo, qesharake është kjo që ti e cakton, fillosh emisionin dhe ti ve tezën atje ky u mbret. E di unë. Pra, po kjo është qesharake, se ti e ke ndarë mendjen që ky Ervini është burri mirë, Berisha është burri keq, Berisha të bëhet mbret dhe ju s'ka zgjedhje dhe ti në fred mua hajde të të pyes. Po ti ç'më pyet mua kur e ke vendosur? Doktor Klevis. Se ç'bëj unë atje? Po më shiko pra tani. Po ti e ke vendosur pra. Po e vendos unë pra. Po pra, ti dhe mbaj përgjegjësi. Po pse më pyet mua kur ti e ke marr vendimin se për përgjigje? Cilin vendim o burr? Ti e ke kryer vendimin. Se ti thua. Po çfarë them unë tani? Po pranoj zgjedhjet që po bën ti, që mund të humb doktorin nesër. Po jo, pse duhet të humbi? Po çfarë vendim atje? Që të pranoj unë. Po pse duhet të humbi ai nesër se do ti? Pse do humbi? Unë nuk thash që do humbi, unë thash opsioni është. Dhe të thash që ata s'kan për ta votuar. Me ty të unë doktori. Dhe të thash që ata s'kan për... Me ty dhe me ata si ty. Edhe të thash që s'ka për ta votuar kundër. Kanë për ta mbështetur, se e kanë treguar mbështetjen. Se i shkun njerëzit në ditën në shi, me gaz, me drejsh, me shetani, shkojnë nga prapa. I kanë aty. Ai i ka fituar si vetej. E fundit, çfarë tagri ka doktori ta ndaloj Salianin për të kandiduar? Apo e ka ndalu Flamuri? Kush e ka ndaluar këtë? Se doktori është vetë kandidat. Atë se di... Doktori është vetë kandidat. Ylli, unë nuk besoj që e ka ndaluar doktori, por ne fshatarët nuk kemi asë në kryesi, asë në gjë dhe nuk e dim gjë. Të shkruajnë tani të të japin porosira, be vetë këtë bisedë. Dhe pas taj konsultohu. Më duket se të shkruaj të ty nga Anglia, jo mua. Mua më shkruaj në Anglia dhe nga vendet tjera. Më duket se të shkruaj të ty. Do të tregoj sa mesazhe shkruajnë mua. Po të shkruaj pra, po të shkruaj ty. Po mirë pra, çfarë kemi që pyet për telefonin? Komunikoj me njerëzit dhe i lexoj. Po shumë mirë lexoj, unë do lexoj të mijat. Ti çalli ke të mijat, ti shif tujat. Çfarë do me mesazhet e mia? Po se të mësoj në një gjë, e kupton se duhet. Po edhe ty po të mësojnë diçka. Sa të rrosh do mësosh, mirë është. Mua nuk mësojnë dot. Unë i hapur jam për emisionin tim e bëj vetë. Po mirë pra, atëherë pse po i merr mesazhet? Që nuk marr urdhra. Referove me mesazh. Marr urdhra sidomos nga ty. Të lutem shumë, tani të lutem. Të lutem. Të lutem tani se ti nuk je në konferencat ide zakonisht. Tani detyrohesh të përgjigjesh pyetjeve që të bëj unë. Po s'm ke bërë pyetje, deri tani s'm ke bërë një pyetje. Unë e du një pyetje, po ja kur të mbarosh me korreshin. Atëre një pyetje të llojit që të pëlqen ty. Punët e partisë si po shkojnë vallë Klevis? Me që jeni aty brenda, si është atmosfera? A është e gëzuar? Atmosfera është ashtu siç është gjithandej. Pyetjet që të pëlqejnë. Atmosfera është ashtu siç është gjithandej. Tani kemi këtë procesin elektoral, do bëhet në datën 23, janë thirrur. A kemi erë fitore? Bie erë fitore? Jo, është vështirë, situata është e vështirë, sepse kemi kapjen e mediave, kapjen e institucioneve të shtetit. Cilat media quhen të kapura? Përgjithsisht mediat e familjeve? Përgjithsisht e gjitha mediat. Çdo media ka problemet e vet.